Shqipëria bëhet pjesë e projektit të ri EU4IP të Bashkimit Evropian për pronësinë intelektuale, një nismë që synon forcimin e mbrojtjes së markave, patentave, dizajneve industriale dhe të drejtave të autorit në vendet e Ballkanit Perëndimor. Nisma pritet të mbështesë institucionet shqiptare me asistencë teknike, shkëmbim ekspertize dhe parafrim të mëtejshëm të legjislacionit me standardet europiane. Për eksperten Albana Laknori, ky projekt lidhet drejt për drejt edhe me procesin e integrimit europian dhe harmonizimin e Shqipërisë me kapitujt e negociatave. EU4IP është një nga projektet e fundit i lançuar nga Komisioni Evropian, madje edhe nga CEFTA, Sekretariati i CEFTA-s në Bruksel, dhe absolutisht përgëzojmë DPP-in dhe Ministrinë e Ekonomisë dhe Inovacionit si nismëtare të kësaj fushe kaq të madhe dhe kaq me vlerë. Shkon në harmoni dhe me kapitullin 7 të integrimit dhe të harmonizimit në vazhdën e 33 kapitujve. Gjithashtu shkon mbar dhe me rritjen dhe me bashkëpunimin rajonal, sepse vetë CEFTA promovon bashkëpunimin rajonal për vendet që janë para aderimit në EU. Sipas ekspertes Laknori, afrimi me tregun evropian do ta bëjë këtë proces edhe më të domosdoshëm, pasi kompanitë shqiptare do të përballen me rregulla më të forta konkurrence dhe me standarde më të larta mbrojtjeje. Gjithashtu e vlerësoj edhe për vetë bizneset. Ne po i afrohemi EU-s. Në mënyrë të pa kthyeshme, bizneset duhet të mësojnë që prona intelektuale mbrohet. Prona intelektuale nuk vidhet. Në të gjitha marrëdhëniet që do kenë në të ardhmen me kompanitë rajonale dhe europiane, do shfaqen problematika në mungesën e konkurrueshmërisë nëse ato nuk e kanë të mbrojtur. Kështu që edhe ne këtë projekt e shohim si një promovim të pronësisë intelektuale, një edukim të biznesit për të mbrojtur çdo gjë që ata prodhojnë. Për Shqipërinë, ndikimi pritet të jetë drejt për drejt në përmirësimin e klimës së biznesit, mbrojtjen e investitorëve dhe nxitjen e sipërmarrjeve që bazohen te inovacioni, kreativiteti dhe konkurrueshmëria.